Në rajonin më të gjerë të Pollogut vazhdojnë të operojnë lloj-lloj mashtruesish, të cilët në forma të ndryshme mashtrojnë qytetarët. Kryesisht mashtruesit shfrytëzojnë metoda të ndryshme, sidomos duke u prezantuar si shitës dhe duke marrë paraprakisht, por më pas i mbyllin telefonat dhe zhduken. Raste të këtilla janë të shpeshta në raportet e sektorit për punë të brendshme në Tetov. Në këtë drejtim banorët e rajonit të Pollogut dhe jo vetëm as se si të çlirohen nga mashtrues që veprojnë në rrjetet sociale. Ndërkohë mashtrimi më i ri është raportuar të njëjtën kur një banor i rrethinës së Tetovës është mashtruar për 18.000 euro. Nga policia kanë bërë të ditur se tetovari ka arritur marrëveshje me një person nga Turqia që së bashku të importojnë pelet nga Turqia dhe i ka dhënë 18.000 euro. Por më pas, tetovari nuk ka mundur që të kontaktoj me personin në fjalë. Më datë 23 tetor 2025 në ora 19:50 në SPB Tetov, një mashkull 57 vjeçar nga një fshat i Tetovës ka denoncuar se është mashtruar nga XD nga Turqia për shumën prej 18.000 euro. Sipas denoncimit, XD është pronari një firme për montimin e ashensorëve në objekte banimi. Ka qëndrim të regjistruar në adresën e tij dhe në shtator të vitit 2025 janë marrë vesh që të punojnë së bashku, gjithsesi të importojnë pelet për ngrohje nga Turqia. Siç është denoncuar, ai e ka keq përdorur dhe ja ka marrë parat me pretekstin e një porosis, por më pas ka zbuluar se i njëjti i ka shitur me njëherë në një vend tjetër dhe nuk ka mundur të kontaktojë në telefonat e tij celular. Po merren masa për zbardhjen e rastit, informuan nga sektori për punë të brendshme Tetov. Nga policia e Tetovës thonë se kryesisht mashtrimet bëhen përmes rrjeteve sociale, ndërsa ca janë personat e moshuar që nuk arrin të detektojnë se bëhet fjalë për mashtrim. Mashtruesit gjithnjë ndryshojnë metodat për të arritur tek të dhënat bankare të përdoruesve të rrjeteve sociale që të arrin të përfitojnë shuma të mëdha të parave, thonë nga policia e Tetovës. Ka të tillë që arrin të detektojnë në kohë se bëhet fjalë për mashtrim, por ka prej tyre që bien prej mashtruesve dhe më pas shantazhohen.